të dy parti politike rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit, nëse nuk e kanë thënë në mënyrë eksplicite hapur, nëse nuk e kanë thënë hapur, mirë po duket sikur rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit e pranojnë si një lloj dëshkimi të drejtë që u ka bërë qytetari i Kosovës për shkak të sjelljeve të tyre iracionale për një blokadë 9 mujore. Kjo është intenca, kur tu kemi vetë reflektuar apo tjetër që jemi të gatshëm për konsensuse të tjera. Po sillen në faj thu. Po sillen në faj, krijojnë përshtypjen që e kanë ndërgjegjen e vrame dhe se rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit është një dëshkim i drejtë elektoral që ju ka ndodhur këtyre formacioneve politike për shkak të paaftësisë së tyre, do thot për të sjellur ndryshe për të ndërtuar një alternativë. Ndërkohë, unë kam thënë në këtë studio, nuk është problemi pse këto kanë qenë shumë rezistuese dhe bllokuese ndaj kryeministrit Kurti. Këto nuk i kanë humbur zgjedhjet për këtë arsye, sepse s'kan qenë fare rezistuese, absolutisht. Këto madje kanë humbur zgjedhjet pse s'kan qenë rezistuese, jo pse kanë qenë tepër rezistuese, jo pse kanë qenë bllokuese, por pse s'kan qenë bllokuese i kanë humbur zgjedhjet. Shumë pasore, dhe që ajo që është më simptomatike këtu në studio, më spako këtu në studio të kam thënë, arsyeja pse mund të ndikojë, pse mund të rezultati elektoral mund të jetë i disfavorshëm për këtu, mund gjendet në arkivat e të Varbrisë, është sepse të njëjtat nuk kanë arritur ta kapërcejnë pragun e domosdoshëm që të shfaqen para opinionit që janë edhe alternativë ndaj lëvizjes vetëvendosje. Jo vetëm bllokuese, por që ta transmetojnë mesazhin se janë në gjendje të bëjnë partneritet politik, mos e lënë vendin në vakum, dhe pikërisht kjo mungesë e mesazhit të dur politik para qytetarëve të Kosovës ka qenë arsyeja kryesore pse të njëjtat janë dëshkuar elektoralisht. Si dy parti pa strategji. Se si do të ndërmarrin, konsumojnë veprime politike pas 1 muaj, pas 2 muaj, pas 3 muajsh, nuk funksionojnë me skenar. Absolutisht jo, do thotë edhe këto janë duke i vujtë pasojat në këtë drejtim. Arsyeja kryesore do thotë është pse koncept defansiv. Koncept defansiv edhe sot madje, edhe sot